në këtë edicion do të ndiqni. 11 persona të arrestuar dje dyshon se ndihmuan disa kandidat për t'u pajisur me patent shofer. Në Gjakovë është inauguruar sot shërbimi kujdesit paliativ në qendrën e mjekësisë familjare e Reniku. Mbahet ceremonia e diplomimit të gjeneratës 2022-2025 në shkollën Nexhmedin Ixha. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Policia e Kosovës ka arrestuar 11 persona dhe 10 prej tyre i ka dërguar në mbajtje, në ndyshim se përmes rishfetit dhe keqpërdorimit të pozitës zyrtare ka ndihmuar kandidatët të ndryshëm për t'u pajisur në mënyrë të kundërligjshme me patent shofer. Arrestimet janë bërë në kuadër të operacionit që është zhvilluar dje në rajonin e Prishtinës, Gjilanit dhe Gjakovës. 10 persona janë dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorisë në Prishtinë pas bastisës që u bën dje në rastin e patent shoferëve ku ishin arrestuar 11 persona. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë dhe të njëjtit dyshohen në keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion, marrje të rishfetit si dhe ndikime të tjera. Nga 10 të dyshuarit që janë në mbajtje, 3 për tyre janë nga komuna e Gjakovës. Kamer Shabani, drejtori i qendrës së patent shoferëve në Gjakovë, ekzamineri Sadri Sutaj dhe Saber Arifaj, pronari autoshkollës Kader. Drejtoria e hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në Prishtinë përveç Gjakovës ka kryer bastisje edhe në regionin e Prishtinës, Gjilanit, ku janë bastisur rreth 10 lokacione në shtëpi private, autoshkolla, po ashtu edhe zyra të njësisë së patenteve në këto komuna. Me këtë rast janë arrestuar 11 persona. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë kontrollit në 10 lokacione në Gjakovë, Prishtinë dhe Gjilan janë gjetur dhe sekuestruar një automatik AK-47, 2 revole, 2224 copë fishek të kalibrave të ndryshme, një shumë parave, 17 telefona mobil e të tjera. Personat e arrestuar akuzohen për dyshimin se në vazhdimsi kanë ndihmuar kandidatët e shumë për t'u pajisur me patent shofer, me qëllim përfitimin personal që bien në kundërshtim me ligjin. Kujdesi paliativ është shërbimi më i ri për pacientët e komunës së Gjakovës, i cili nga sot do të jetë në shërbim të të gjithë atyre që ka nevojë në një ambient të ngrohtë dhe me staf profesional. Për herë të parë në komunën e Gjakovës u bë inaugurimi i shërbimit të kujdesit paliativ si një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të shërbimeve shëndetësore në vend. Zyrtarisht Gjakova sot është bërë me qendrën e kujdesit paliativ. Në një atmosferë të ngrohtë u bë inaugurimi i shërbimit të kujdesit paliativ në qendrën e mjekësisë familjare e Reniku si i pari shërbim në nivel vendi. Ky shërbim i ri vjen si përgjigje ndaj nevojës së pacientëve që përballen me sëmundje të rënda, kronike ose në fazë terminale, duke ofruar për kujdesje profesionale, mbështetje emocionale dhe përkushtim njerëzor. Stafi mjekësor do të punojë nga hëna e deri të dielën. Gjatë ceremonisë së inaugurimit, profesionistët e fushës së shëndetësisë, por edhe aktorë tjerë të përfshirë në realizimin e këtij projekti e konsideruan si një projekt të domosdoshëm dhe shumë të qelluar për komunën e Gjakovës. Kujdesi paliativ ka për qëllim të përmirësojë cilësinë e jetës së pacientëve dhe familjeve të tyre, duke ofruar lehtësim të dhimbjeve dhe ndihmë psikologjike në fazat më të vështira të jetës. Ky është një hap i rëndësishëm drejt humanizmit të mëtejshëm të sistemit shëndetësor, ku çdo pacient trajtohet me dinjitet, respekt dhe kujdes të veçantë. Deputetët e legjislaturës së 9 të Kosovës nesër mblidhen për herën e 24 në të cilën prap në rend dite është zgjedhja e kryeparlamentarit. Zhagitjet e një pasnjëshme po i konsideron shqetësuese klasa intelektuale. Kanë kaluar mbi 3 muaj që kur Kosova votoi në zgjedhjet parlamentare, por qeveri ende nuk ka. Për shoqërinë intelektuale, ngërçi politik në vend nuk është as pak i drejtë për qytetarët. Malush Tullumi, antari i shoqatës së intelektualëve Jakova, tha se kjo situatë në vend po i duket mjaft e çuditshme, pasi nuk po ka kompromis ndërmjet partive. Është e çuditshme sepse ne jemi dëshmitar që në çdo shtet të botës bëhen negociatat për themelimin e qeverisë dhe në fund të ditës shkojnë disa javë, së shumti një muaj dhe
ato negociata përfundojnë, bëhen lëshime, bëhen kompromise dhe formohet parlamenti, formohet qeveria, sepse tek e fundi zgjedhjet para tunë janë bë. Ndërsa Ali Gojani, antar nga po e njëjta shoqat, nuk po e kuptojnë fajtorin në gjithë këtë situatë shqetësuese. Si unë besoj që edhe të tjerët janë të shqetësuar për këtë situatë që ka ndodhur. Fajtorin e kemi fryrë me pas sepse të gjithë njësoj për plasëm. Arsyetimet e gjitha anëve janë të njëjta. Po asgjë nuk lëviz. Unë si qytetar nuk e kam të qartë cili është fajtori. Një në thotë fajtor, ky ai thotë fajtor, ky. Mirë po rreziku është i pashmangshëm në këtë situatë kur gjithçka blen për rreth, e na me këtë komoditet kaq lehtë i pranojmë këto vështirësi është pak i pakuptueshme. Ai si zgjidhje sheh vendosjen e qytetarit në vend të partisë. Qitë problemin e përgjithshëm, interesin e përgjithshëm përpara dhe gjithçka rregullohet. Mos u paraqet si parti, po paraqet si përfaqësues i masës, i popullit, atëherë se na zgjidhen lehtë. Gjithçka shkon mirë. A kur fletë veç në emër të partisë, atëherë e lën masën popullin mbrapa, atëherë shkon zhak. Jo vetëm për këtë shoqëri intelektuale, por edhe për shumë të tjerë, zhvillimet e fundit politike në vend po sjellin një ngërsht të papranueshëm. Asambleja Komunale e Fëmijëve është mbledhur sot në vigjilje të festës së 1 qershorit nën moton "Rrituni me krah ëndrash, jo me kufi". Antarët e asamblesë kanë kërkuar që fëmijët të rriten të lirë dhe të pandikuar nga bindje të ndryshme. Aty u mbajt edhe një program i pasur artistik. Në prag të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Asambleja Komunale e Fëmijëve organizoi sot një koncert festiv nën moton "Rrituni me krah ëndrash, jo me kufi". Aktiviteti mlodhi fëmijë të grupmoshave të ndryshme që performuan me këngë e valle, duke u argëtuar dhe krijuar pafund kujtime të bukura. Kryetarja e Asamblesë Komunale të Fëmijëve Alisa Kodra vuri theksin te rëndësia e kësaj dite, duke pohuar se 1 qershori është dita e të gjithë fëmijëve pa dallim. Fëmia është një pjesë shumë e vogël e një mozaiku të madh të jetës sonë. Është një pjesë e vogël, por që jep kuptim gjithë këtij mozaiku. Ajo është si hëna. Të dyat na ndjekin nga pas nga do. Edhe pse hëna ndonjëherë mund të zhduket nga jetës zymta, ashtu siç fëmëria mund të harrohet nga koha, por ne e dimë që të dyja janë aty. Hëna përsëri do dalë të ndriçojë, e fëmëria përsëri do të kujtohet. Por për fatin ton të keq, ose për mos t'i lënë gjithçka fatit, për realitetin ton të hidhur, dhe kjo nuk i bën ata njerëz të këqin, dhe nuk i përcakton ata në asnjë mënyrë. Kjo vetëm vërteton një realitet ton të hidhur, realitetin të cilin ai nuk erdhi në tokë bashkë me ne, por u krijuar nga ne. Në një botë ku fëmia me ngjyrë trajtohet shumë herë më keq se ai i bardhi, ku fëmia i prindërve të pasur trajtohet si mbret, kurse ai i varfër duhet të pajtohet me çfarëdo lloj kushti, madje edhe për ato për të cilat ai nuk firmosi për të pasur. Prandaj le të zgjohemi. Po, le të zgjohemi e të fillojmë ta shpërbëjmë të realitet të cilin e vetë e krijuam, për ne, për të ardhmen dhe për fëmijët tonë. Kurse ju fëmijë rrituni me krah ëndrash, jo me kufi. Ndërsa Dorent Kurtaj nuk nguroi të shprehej për të drejtat e bashkëmoshatarëve të tij, gjithmonë duke kërkuar që secila drejt të respektohet. Qershori është festë shumë e rëndësishme për të gjithë fëmijët, që tregojnë të drejtat e fëmijëve dhe kur janë tregu drejtat e fëmijëve me këtë datë. Atëherë çfarë keni përgatitur sot? Ne kemi përgatitur klasë të pesta, vallëzimin e piratëve, bashkë me mësuesen Dion. Ky aktivitet festiv erdhi si një simbol i zërit dhe energjisë së fëmijëve, duke e kthyer skenën në një hapësirë ku ata shprehen ëndrat, talentin dhe dëshirat e tyre për një botë më të mirë. Të gjithë maturantët e gjeneratës 2022-2025 të shkollës Nexhmedin Nixha zyrtarisht kanë shënuar ceremoninë e diplomimit. Në një atmosferë festive, maturantët mes emocionesh u pajisen me diplomën e tyre profesionale për punën 3 vjeçare të bërë gjatë shkollimit të mesëm të lartë.
Shkolla Teknike Nexhmedinixha në Gjakov mbajti sot ceremoninë e diplomimit për maturantët që përmbyllën me sukses arsimin e mesëm të lartë profesional. Në hapjen të ceremonisë foli drejtoresha e shkollës Florentina Gjergjaj, e cila përgëzoi të diplomuarit për arritjet e tyre gjatë këtyre viteve, duke theksuar rëndësinë që ka arsimi profesional në tregun e sotëm të punës. Diplomimi juaj është jo vetëm një arritje individuale, por një dëshmi e forcës dhe angazhimit tuaj si brez i ri që do ta udhëheqni shoqërinë në të ardhmen. Në emër të gjithë stafit dhe mësimdhënësve që kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi, dua të shpreh mirënjohjen për çdo mund dhe përkushtim që keni treguar. Secili prej jush ka sjellë diçka të veçantë në shkollën tonë. Ka lënë gjurmë pas gjurme të paharrueshme dhe ka ndihmuar në krijimin e një ambienti të ngrohtë dhe frymëzues për të gjithë. Të pranishmeve i u drejtua dhe drejtoresha e arsimit në komunën e Gjakovës, Eranda Kumnova Baçi, e cila përgëzoi shkollën për punën cilësore dhe nxënësit për suksesin e arritur. Kjo ditë është një kurorëzim i përpjekjeve tuaja, lodhjeve, netëve pa gjumë dhe ëndrave që ju kanë shoqëruar gjatë gjithë këtij rrugtimi. Maturantë të dashur, sot nuk jeni thjesht nxënës, jeni të rinj që keni fituar një bazë të fortë dije, por edhe pjekuri, miqësi të çmuara dhe përvoja që do t'ju shoqërojnë për të gjithë jetën. Mes emocionesh edhe vetë maturantët përpiqeshin të shprehin falënderimin e tyre për mësimet të marra në këtë mjedis shkollor. Sot është një ditë e veçantë për ne, sepse kemi edhe diplomimin, e falenderoj të gjithë stafin e shkollës, sidomos drejtoreshën dhe kujdestarën tonë që kam bërë punën e palosshme për ne. Unë kam kryer 3 vitet në arkitekturë dhe do të hap një kapitull të ri përsëri në arkitekturë. E një tjetër ndau kujtimet nga ekskursioni shkollor. Që jam shkuar me shkollë me shoqërinë në ekskursion, që kam kaluar ditë shumë të bukura, emocionuese. 110 maturantë që u pajisën sot me diplomat e shkollimit të mesëm të lartë 3 vjeçar, pranuan 10 urime nga mësimdhënësit për sukseset në studime. Skleroza multiple është një sëmundje autoimune e cila kërkon trajtim të vazhdueshëm nga mjeku profesionist. Doktor Jetish Jetishi thotë se simptomat janë të ndryshme dhe shumë e rëndësishme që të rritet ndërgjegjësimi për trajtimin e hershëm të kësaj sëmundje. Në ditën botërore të sklerozës multiple, një nga sëmundjet neurologjike autoimune më sfiduese që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në sistemin nervor qendror, neurokirurgu Dr. Jetish Jetishi ka folur për rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe trajtimit të hershëm të kësaj sëmundje. Sot është dita ndërkombëtare e sklerozës multiple. Përndryshe, skleroza multiple është një sëmundje neurologjike autoimune, që do të thotë se organizmi e lufton pjesë e sistemit nervor, kryesisht në mbështjellësin e fijeve nervore, mielinën. Duke në këtë rast, duke dëmtuar atë pjesë, shkakton edhe ngecjen e përcjelljes së impulsit nga truri, poalçakurit deri te pjesë tjera të trupit. Zakonisht e përfshin sistemin nervor qendror, domethënë trurin dhe poalcën korrizore. Doktori Jetishi gjithashtu bëri të ditur edhe disa nga shkaktarët që shkaktojnë këtë sëmundje, duke vënë theksin edhe të simptomat. Zakonisht pacientët me sklerozë multiple lajmërohen te disa mjekë të tjerë për shkak të problemeve të ndryshme, se nuk ka vetëm një simptom, po i ka disa që shpesh përfundojnë te ortopedi apo te mjekët e profileve të tjera. Në fund diagnostifikimi bëhet vetëm nga neurologu. Shkaktarët e sëmundjes, do thash edhe një herë, në literaturat botërore edhe në testimet që bëhen, disa herë kanë pajësuar disa virus që janë shkaktar të kësaj sëmundje, po në fundet ka ardhur në përfundim se kjo është një çrregullim i përqesjes imunitare. Do thonë, organizmi edhe një herë e lufton mbështjellësin e fijeve nervore, duke shkaktuar simptoma të ndryshme, duke nisur nga lodhja, çrregullimet e pamërit, mpirja e pjesëve të ndryshme të trupit, duke filluar nga fytyra, ekstremitetet, gjerë dobësia e forcës muskulore të këtyre pjesëve të trupit, duke shkaktuar çrregullime në ecje. Mes tjerash, doktor Jetishi kishte edhe një mesazh për sklerozën multiple.
kryesisht për pacient dhe për gjithë popullatën, po ashtu edhe për punëtorë shëndetësor. Sa më shpejt, sa më parë që brejnë elemente të tilla të cilat i përmenda më parë shenjat, siç është marramendja, lodhja, shëllimit pamët në pirja, tamurit, në pirja e pjesëve të ndryshme të trupit, me njëherë të lajmërohen te mjeku dhe mundësisht te neurologu. Rreth 2.8 milion njerëz vuajnë nga skleroza shumëfisht çdo vit. Kjo sëmundje lidhet me mbështjelljet e dëmtuara të mjelinës që mbulojnë sistemin nervor në palcën kurrizore dhe trurin. Një ngjarje komunitare me karakter sportiv do të mbahet nesër në Gjakov. Të rinjët e reja dhuruese të vrapimit do të bëjnë pjesë e garës 5 kilometrshe Park Run. Nesër në Gjakov në ora 9 fillon gara vrapimit Park Run Gjakova. Mbledhja e atletëve fillon në parkun e Shkugzës, saktësisht në rrugën që dërgon në drejtim të fshatit Firs. Njëri nga organizatorët e kësaj ngjarje sportive, Stilian Hoda, tha se ky aktivitet është nisme dashamirësve të vrapimit dhe mbahet për herë të parë në Gjakov. Që do të shtunë në ora 9:15 kishtë qenë mirë me qenë aty gjithë të interesuarit. Është iniciative vrapusve të Gjakovës me moshat të ndryshme të cilët kanë shpreh vullnetarisht dëshirën për mi vazhdu këto si event. I ftojmë gjithë qytetarët e komunës, pra edhe vendeve tjera. Ora është, do me thonë, e përballueshme edhe nëse jeton pak më larg, ki kohë boll për më ardh. Shpresojmë të na bashkohen. Është një iniciativë për shëndetin ton, për qytetin ton. Hoda tha se përmes këtij aktiviteti synohen të mbledhen sa më shumë të ri e të reja për të kaluar një ditë të shtunë së bashku, ndryshe nga ditët tjera. Kjo shpresojmë me zgjat për gjithmonë. Ne fillojmë me kohën, shpresojmë që na bashkohen vrapus tjerë të cilët marrin edhe iniciativa edhe apo kupton mi bë si formë traditës edhe si formë shtafetës të ja dorëzu gjenerata gjeneratës. Më rëndësi është me qenë spari për shëndetin tonë, së dyti me ikë pak prej teknologjisë, po shpresojmë që kanë marrë dhe familjar me fëmijët e tyre, edhe e treta mu knaq, mu socializu në jetë reale, jo vetëm në për jetës sociale njëri me tjetrin. Gara vrapimit për të rritur është 5 kilometra, përderisa për fëmijë shtegu i vrapimit do të jetë vetëm 2 kilometra me shteg të kombinuar asfalt dhe zhavor. Nga hëna javës së ardhshme në ekranin e televizionit syri dhe në rrjetet tona sociale do të shfaqen rrëfimet individuale të afro 100 nënave nga komuna e Gjakovës, të cilët kanë humbur djemt e vajzat e tyre në luftën e fundit në Kosovë. Rrëfimet transmetohen çdo ditë nga ora 19:30 si një dëshmi e gjithë asaj që ndodhi në Kosovë 26 vjet më parë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët, me temperatura që kanë lëvizur nga 9 deri në 21 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 10 deri në 25 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Mot me diell do ta karakterizoj të dielën, me temperatura që do variojnë nga 12 deri në 27 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 14 deri në 30 gradë Celsius. Edhe për të martën parashihet mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 15 deri në 31 gradë Celsius. Mot me diell parashihet gjatë mërkurës, shoqëruar me temperatura 15 deri në 32 gradë Celsius. Edhe për të enjtën parashihet mot me rrezë dielli, me temperatura që do variojnë nga 17 deri në 34 gradë Celsius. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një 11 persona të arrestuar djetë dyshon se ndihmuan disa kandidat për të pajisur me patent shofer. Në Gjakovë është inauguruar sot shërbimi i kujdesit paliativ në qendrën e mjekësisë familjare e Reniku. Mbahet ceremonia e diplomimit të gjeneratës 2022-2025 në shkollën Nexhmedeni Xha.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.